në fillimin e javës Çame mbi gjenocidi grek që ka ndodhur mbi popullatën çame. Gjatë këtyre 10 viteve të veprimtarisë, shoqata Çamëria Kosovë ka zhvilluar një angazhim të pandërprer në mbrojtjen e çështjes çame, duke organizuar për çdo vit javë të vend çame. Një manifestim kombëtar kushtuar historisë, kulturës shqiptarëve të Çamërisë. Në kuadër të kësaj jave janë organizuar akademi përkujtimore, ekspozita, tribuna shkencore, homazhe, aktivitete kulturore dhe takime të ndryshme, sensibilizuese. Po ashtu shoqata ka mbajtur zhvillime, mbledhje, takime të përbashkëta me shoqatën patriotike Çamëria Tiranë, duke bashkuar aktivitetet dhe veprimet në shërbimin e kauzës kombëtare çame. Për gjatë kësaj periudhe, shoqata Çamëria Kosovë ka zhvilluar një punë të palosme në sensibilizimin e opinionit publik të institucioneve vendore ndërkombëtare. Përfaqësuesit e saj kanë kontaktuar në dyert të institucioneve shtetërore të Kosovës, Shqipërisë, organizatave ndërkombëtare, duke ngritur zërin për njohjen e gjenocidit grek ndaj popullatës shqiptare të Çamërisë. Për të drejtat e mohuara të shqiptarëve çamë dhe për vendosjen e drejtësisë historike, përmes takimeve, memorandumeve, konferencave dhe aktiviteteve të shumta publike, shoqata ka punuar pa ndalur për të mbajtur gjallë kauzën çame dhe për të forcuar ndërgjegjësimin kombëtar e ndërkombëtar mbi padrejtësitë e bëra ndaj popullatës çame. Ky angazhim i vazhdueshëm ka dëshmuar vendosmërinë shoqata Çamëria Kosovë për të qenë zëri i çamëve dhe kërkesës së ligjshme për drejtën, dinjitetin dhe të drejtat e barabarta për shqiptarët çamë. Këtë historik e tregon edhe kjo ekspozit për 82 vjetorin e gjenocidit grek mbi popullatën çame. Kësaj ekspozite të jashtëzakonshme, kjo ekspozit nuk është vetëm një paraqitje fotografish apo dokumentash, por dëshmi e gjallë e vuajtjeve dhe sakrificës së shqiptarëve që po vuajnë në Çamëri. Është detyrë dhe obligim kombëtar i të gjithë neve të mbështesim fuqishëm dhe të mbrojmë vlerat tona kombëtare. Është detyrë dhe obligim kombëtar që secili prej nesh të ruajnë kujtimet, historitë dhe vujtjet që i kanë shqiptarët të Çamërisë që 82 vjet. Ju lutem gjithëve që i tregoj gjithë botës mbar se Çamëria është Shqipëri. Ju falenderoj gjithë për këtë ekspozitë jashtëzakonshme. Lutem që gjithë të përcjellëm dhe të mbështesim fuqishëm vllazërit tunë dhe të tregojmë botës se Çamëria është Shqipëri. Ju përshëndes nga zemra, vllazër dhe motra. Të flasim për Çamërinë është një gjë e tmerrshme. Por ta flasim e mos veprojmë është më e tmerrshme. Një gjë që duhet ta luftojmë, duhet në heshtje dhe të veprojmë. Kështu që asnjë gjë nuk shlirohet për pa dhënë mund dhe sakrificë. Ju kisha lutur gjithë pjesëmarrësve dhe çdo shqiptar që të angazhohet për shlirimin e atyre trojeve, ku unë isha para disa viteve, e vizitova e gjithë Çamëri dhe aty pash gjithçka. Atëherë, unë s'pare për shoh Çamëri Kosova është me ne. Duhet me thonë shqiptarët jem me ju. Se jo Kosova, po gjithë shqiptarë. Ne kur fillum luftën, fillum për bashkimin e trojeve shqiptare, ku ishte pjesë edhe Çamëria. Dhe atëherë ne bëm betimin për bashkimin e gjitha trojeve shqiptare. Jo që ndalën për lagja, fshatra, rrugica, por bashkimin e trojeve shqiptare. Kështu që ne fillum luftën edhe në Kosovën lindore atje, edhe në Maqedoni atje, në Iliri, por erdhi urdhër se të ndërpresën. Arsyeja ishte këtë tjetër se ishte ndryshu pak planet, dhe ne posa e kishëm përfundu këtu, patëm mjetin që ta fillojmë në Çamëri. Kështu që ne
Mirë që bëjmë këto organizime, por duhet edhe veprime, se të bëjmë vetëm organizime dhe të vajtojme nuk është mirë. Por duhet amanet gjithë shqiptarëve, kujo që bëjmë organizime që të ashnirojmë atë vend. Unë në emën të iniciativës të gjithë përjetëtare që shikoni aty që i ngërthen 3 amblema, ku e tha i nderori komandanti Geci, pra fillum luftën për ribashkim kombëtar, po ja që na kanë ngel akoma pa e miratu këtë kuror të ribashkimit. Ndaj sot jemi këtu, jemi këtu për të rikujtuar 82 vjetorin të masakrës të një popullit të pafajshëm të Qamërisë. Të dashur pranishëm, Qamëria është një vend ku e tha dhe dikush, vajton dhe qajnë akoma. Për mua si qenje gjallë, si një luftetar, me një betim mbi supët e mia dhe shumë tjerëve këtu. Shqiptarët njëherë për gjithmonë duhet të ribashkohen e jo të cëptohen. Pra, Qamëria e ka të njëjtin fat si që kishe kja toka dardane e larë me gjakë. Qamëria dhe grekët sot, veç pse në shej revolte e dërzuam një kuror në të zezë, ata thanë jemi shumë të prekshëm. Po ata nuk e dini se sa ne jemi të prekshëm shpirtnisht, që 100 ca vite neve shqiptarve duke na gri, duke na pre, e duke na dobun nga pragu i shtëpisë tonë, e unë akoma bëlblitëm tu para njesh, e nuk guxoj edhe nuk mundëm që secili njeri ta afrojnë në mënyrë shpirtërore dhe njerëzore dhe t'ja falin në qoftë se ka gabu ose kam gabu.